Pjesëtarët të administratës janë parking në atë kohë, me në krye zonjën Drendaresha Englantina Zëre. Jo vetëm që ishin shkeljes të ligjit, realisht, por nuk u mjaftuan me këtë. Gjatë gjithë periudhës kohore kishin një tendencë të mirëfillt për të shtuar apo rënduar pozitat e mia ligjore. E bënin këtë në disa drejtime. Një drejtim ishte tentuan që ta çonin tek gjykata e krimeve të rënda në atë kohë, se s'ka qenë spaku. Më artikulonin një profil tepër të rëndë. Në atë kohë flitej për peshq të mëdhej, ishte zhargoni i përditshëm dhe jepte informacione në disa kanceleri ndërkombëtare. Pra shfaqej një vullnet jo dashamirës, por dhe angazhimet mia në politikë. Pra ishin një tendencë për të mbajtur peng në një farë mënyre dhe për të bërë një dëm serial. Po pavarësisht këtyre tentativave, unë ndoqa një rrugë ligjore shumë të pastër. Jam krenar për mënyrën se si arrita të administroj ngjarjen sipas ligjit, por pres rezultate nga sistemi i drejtësisë, edhe nëse nuk arri t'i fitoj në Shqipëri, gjykata ndërkombëtare patjetër do m'japin drejt, sepse është një drejtë e tillë ekziston. Ajo çka mbetet me marrëdhëniet me ish kolegët është diçka e papranueshme, e turpshme. Nuk besoj do të bashkohemi ndonjëherë në një gëzim apo në një hall. Kjo është e sigurt, por historia mbetet e tillë. Edhe i thonë një shprehje, historia vjen mbrapa.